Në kuadër të përgatitjeve për garat eliminatore të Ligës së Kampionëve, klubi futbollit Shkëndija në Sloveni, krahas seancave të rregullta stërvitore 2 herë në ditë, nga dita e djeshme ka filluar dhe me ndeshje kontrolluese ashtu siç e ka parapash shefi stafit teknik Jeton Beqiri. Në ndeshjen e parë kontrolluese kundër ekipit rumun Argesh Pitești, skuadra kuqezi në ndeshjen e zhvilluar në vendin Zreçe shënoi fitore minimale me 1 gol të vetëm, që e ka realizuar Tamba në minutat e fundit të ndeshjes. Kjo ndeshje shërbeu si test i parë në rrugtimin përgatitor të ekipit, ndërsa trajneri Jeton Beqiri pati mundësinë të aktivizojë shumë lojtarë dhe të vëzhgojë nga afër gjendjen e skuadrës përpara fillimit të garave zyrtare. Jam i kënaqur me angazhimin e futbollistëve, domethënë gjatë fazës përgatitore këto 3-4 ditë sa jemi këtu në Sloveni. Shqetësuese është vetëm adaptimi i vogël i kapitenit Besartit, kurse gjithë futbollistët tjerë japin maksimumin, ekipi është normalisht i rënduar, janë të lodhur, por përgjithësi sot ndan maksimumin dhe unë normalisht jam i kënaqur me futbollistët se përket maksimumit, kurse se përket lojës ka gjëra të cilat do korrigjohen, do analizohen dhe besoj që do të përmirësohen. Sa i përket shortit dhe kundërshtarit në ndeshjen e parë eliminatore të Ligës së Kampionëve, trajneri Beqiri tha se do të tentojmë që të kualifikohemi më tej. Sinqerisht nuk dua të komentoj shortin për shkak se ne jemi Shkëndija dhe futbollistët që disponojmë dhe ekipin që kemi është ekip cilësor dhe unë besoj që futbollistët tonë gjatë këtij ndeshjeve evropiane do na nderojnë dhe do na bëjnë që të ndihemi mirë, normalisht jo vetëm kundër këtij kundërshtari, por edhe kundër çdo kundërshtari tjetër ne do duhej të tentonim, do tentojmë gjithçka për gjithçka. Konkretisht do tentojmë dhe besoj që të kualifikohemi. Ndeshjen e dytë kontrolluese Shkëndija do ta zhvillojë kundër ekipit Koper të shtunën me ora 17:30. Sa i përket kundërshtarit të radhës në eliminatorët e Ligës së Kampionëve, nëse kalon në raundin e dytë, kuqezinjët mund të përballen me fituesit nga ndeshja Inter apo fituesi nga ndeshja Olimpia Kairat Almaty.